Të dashur miq të Prives, nga dal erdhëm edhe tek fundi i këtij edicioni, mirë po ju mos u mërzitni sepse keni kanalin tonë zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova, gjithashtu edhe portalin prive.al në të cilin mund të ndiqni lajme të lloj-llojshme për showbizin shqiptar. E gjithmonë pjesa e fundit i takon të pathënave të kësaj jave. Kush është aksidentuar? Cila këngëtare una përfundoi në emergjencë dhe çfarë ka ndodhur me dy prej anëtarëve të X Factor? Por më shumë e kuptojmë bashkë në rubrikën e fundit për mbrëmjen e sonte. Këngëtari i shumë përfolur Blero, i cili për festën e 28 nëntorit po qëndron në Londër të Anglisë, javën që lan pas është aksidentuar me veturën e tij të tipit Cadillac në kryeshtetin tonë. Pasi që ishte kthyer nga Shqipëria ku edhe kishte një koncert, mbrëmjen e së mërkurës. Këngëtari shoqëruar nga miq dhe producenti i tij Prajko kanë pësuar aksident vetëm me dëmtime të veturës e jo dhe me shëndetin. Policia ishte paraqitur në vendin e ngjarjes duke konstatuar që Blero nuk ishte fajtori, por sidoqoftë dëmi veturës do t'i kushtoj bajagisht shumë. Ju kujtohet fituesi Ergidini apo edhe Arilena Ara, dyshe që doli fituese nga grupet e këngëtarës Tuna, përderisa ekzistonte X Factor. Pas atij show televiziv erdhi koha që gjithçka të nisët ndamas. Arilena tashmë ka publikuar klipin e tretë, një këngë kushtuar të atit të saj, ndërsa Ergi është paraqitur në këngën magjike me një super balad. Të paktën kështu është titulluar nga të gjitha portalet. Por të shohësh revistën e prezantuese Salketa Vesiu, e cila shumë herë thirrri emrin e tyre në skenën e madhe të X Factor, nuk ka bërë asnjë artikull për krahës, e as faqja e X Factor Albania. Çfarë ka në këtë mes dhe pse nuk përkrahen, mbetet të shihet. Këngëtarja Ryva Kajtazi që nga vera që e lan pas nuk ka sjellur projekte të reja, por tani ajo është zgjuar dhe po punon para festave të fundvitit. Ryva është duke publikuar dy këngë, njëra balad solo e punuar në studion e Virusit në Maqedoni. Këngë kjo që na sjell Ryva në një formë më ndryshe dhe më të ndjeshme, ndërsa kënga tjetër është një bashkëpunim me një reper të ri nga Zvicra. Datat e publikimit ende nuk janë bërë të ditura, por që para vitit të ri do të servohen në publik. Këngëtarja Fjolla Morian nuk është mirë me shëndetin këtyre ditëve. Mungesa e gjakut në trupin e këngëtarës apo e njohur me emrin anemia po del të shkaktoj problem të kohë pas kohshëm. Marramendje të pakontrolluar, rrami të menjëhershme të tensionit e kështu me radhë simptoma. Ditën e të enjtës, Fjolla ishte shoqëruar nga një mike e saj për në emergjencën e spitaleve private në kryeshtet dhe menjëherë për të ishte servuar një infuzion dhe fillimin një terapie intenzive. E rëndësishme është që diçka të rrezikshme në gjithë këtë mes nuk kemi. Këngëtarja Teuta Selimi ka nisur punën intenzive për projektet e reja të saja. Ajo ka gati 3 këngë me ritëm të hareshëm e njëra ndërto do ta rikthejë Teutën në vitet e 2000 në reggae stil. Madje edhe klipi do të realizohet në një nga plazhet e Shqipërisë, edhe pse është dimër, ku si temë kryesor do të ketë vallëzimin tango dhe stilin cigan. Ndërsa për këngët tjera nuk është vendosur ende ideja e klipit, por që të trija deri në janar do të jenë të gatshme. Këngëtarja Shkurte Gashi pas këngës 5 në bashkëpunim me Bleron s'ka sjellur projekte të reja. E tani është koha. Këngëtarja është drejtuar në studion Elefant për këngën e re që do të jetë balad me tekst të shumë të ndjeshëm. Përveç këtij projekti, këngëtarja do të sjellë edhe ritëm për fundvit. Këngën e dytë Shkurta është duke punuar në studion e anëtarit të Elita 5 Virusit në Tetov të Maqedonisë. Dizenjatora Afërdita Paqarada dhe modelja Djelza Golgeci kanë organizuar ballon e parë shqiptare. Ky projekt është mbështetur nga shumë partner. E gjithë ngjarja do të zhvillohet në një nga hotelet më luksoze të kryeqytetit dhe shpresojnë që të mbetet traditë në kulturën tonë një organizim i tillë. Ajo që do ta veçojë është veshja me kodin kombëtar, ushqimet e servuara të gjitha tradicionale, madje edhe mënyra e të shërbyerit do të jetë e tillë. Dhe gjitha po bëhet për vetëdijsimin e prejardhëson dhe ruajtjes së vlerave. Hey, këtu jam. Ishte kjo tëra që kemi përgatitur për ju miq të mi të dashur. Unë ju lësoj ta kem të shtunën e ardhshme në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. E deri atëherë ju mund të jeni me ne përmes faqes tonë zyrtare në Facebook me Prive Klan Kosova, kanalit tonë zyrtar në YouTube, gjithashtu edhe portalit prive.al për më të rejat e showbizit shqiptar. Me mua shihemi sërish të hënën, të martën dhe të mërkurën në emisionin më të ri në Klan Kosova, nen me Alaudin Hamitin. Natën e mirë dhe mirë mbetëri.